Pas përfundimit të luftës së dytë botërore, Shqipëria doli nga një periudhë e gjatë shkatrimi ekonomik dhe institucional, ku infrastruktura bujqësore ishte ndër më të goditurat. Rrjetet ujitëse ishin të dëmtuara, pjesa më madhe makinerive bujqësore të amortizuara ose rralla, dhe fuqia punëtore në fshat ishte e varfër dhe me mjete të kufizuara. Në atë kohë bujqësia përbënte bazën kryesore të ekonomisë kombëtare. Rreth 80 deri në 85% e popullsisë jetonte në zona rurale, ndërsa mbi 90% e prodhimit ushqimor vinte nga ekonomitë fshatare. Megjithatë, struktura e pronësisë dhe e prodhimit mbetej fragmentare. Toka ishte ndarë në parcela të vogla, shpesh më pak se 2 hektar për familje dhe punimi bëhej me mjete tradicionale, parmenda druri, kafshë pune dhe shumë pak mekanizim. Reforma agrare e viteve 45-46 solli një ndryshim të madh në pronësinë e tokës. Ajo synon të rishpërndarjen e tokës nga pronarët e mëdhenj e familjet bujqësore pa tokë ose me pak tokë. Deri në fund të vitit 46 u shpërndan qindra mijëra hektar, duke krijuar një shtresë të gjerë pronarësh të vegjël rural. Pas fitores, Qeveria Demokratike e Shqipërisë i konfiskoi tokat e tradhtarëve dhe ja u shpërndau katundarëve dhe në rast të parë atyre që marrën pjesë në luftën çlirimtare, familjeve të dëshmorëve të rënë për Ardenë dhe gjithë atyre që ndihmuan popullit në luftën e tij. Por ky proces, ndonse solli barazime të mëdha sociale, nuk arriti të sigurojë menjëherë efikasitet ekonomik. Fermat e vogla private nuk kishin kapacitete financiare për investime. Nuk zotronin makineri as qasje në kredi apo infrastrukturë moderne për ujitje dhe transport. Prodhimi bujqësor mbeti kryesisht për vetë konsum dhe tregjet rurale funksiononin me vështirësi për shkak të mungesës së lidhjeve rrugore dhe sistemit të shpërndarjes. Në këtë kontekst, qeveria pas luftës kërkoi modele të reja për zhvillimin bujqësor. Diskutimet e kohës shkonin për te ndarjes së tokës. Synoi gjetja një mënyre për ta bërë prodhimin rural më të organizuar, më të qëndrueshëm dhe më të orientuar drejt tregut. Kështu filluan përpjekjet për krijimin e formave bashkëpunuese në bujqësi, të cilat u konceptuan si struktura të përbashkëta prodhimi, ku disa familje fshatare do të ndanin burimet e tyre, tokën, mjetet e punës dhe fuqinë punëtore, për të përfituar nga përmasat më të mëdha të prodhimit dhe për të ndarë kostot. Problemi vështirë dhe i komplikuar ka qenë kolektivizimi i vendit. Të dërguarit e partisë me durim dhe urtësi u flisnin fshatarëve për të mirat që sjell punë e përbashkët në jetën e fshatit. Ai është bërë se sot partia. Shpram dhe mua të parë. Me shprejë mua më e shokë. Akzojmë kooperativ në shokë. Kooperativat bujqësore në fazën e parë u krijuan në mënyrë eksperimentale dhe me mbështetje të drejt për drejt shtetërore. Ato ishin një përpjekje për të përqendruar resurset teknike, financiare dhe njerëzore në zonat të caktuara rurale, për të përmirësuar rendimentet dhe për të lehtësuar aksesin në fara, kredi dhe mjete pune. Në disa raste, kooperativat shërbyen si qendra të përbashkëta për trajnimin e bujqve, për përdorimin e makinerive të parabujqësore dhe për zbatimin e metodave të reja të punimit të tokës dhe të përmirësimit të kulturave. Në tërësi, periudha 46-48 përfaqësonte një fazë të tranzicionit të ngadalt, ku Shqipëria po kalonte nga një bujqësi tradicionale, fragmentuar dhe familjare, drejt një modeli më të organizuar. Ky proces u shoqërua me shumë dilema praktike, si të ruajë iniciativa individuale pa penguar bashkëpunimin, si të kombinojë pronësia private me investime kolektive, dhe si të përfitojë një sistem që do të siguronte furnizimin e qëndrueshëm të tregut me produkte ushqimore. Me gjithë vështirësitë e viteve të para, ky ishte momenti kur u vendosën themelet e politikave të reja bujqësore në Shqipëri, një përpjekje për të modernizuar sektorin rural, për të integruar teknologjinë dhe planifikimin e jetën e fshatit dhe për të nxitur bashkëpunimin ekonomik si formë zhvillimi. Në dekadat që do të pasonin, kjo përvojë fillestare do shërbente si piknisje për debatet e mëdha mbi kolektivizimin, rolin e shtetit dhe kufijtë e ekonomisë private në bujqësi. Në vitet e para pas luftës së dytë botërore, bujqësia shqiptare përballej me mungesa të thella financiare, teknike dhe njerëzore. Ajo ishte sektor jetik për furnizimin e popullsisë me ushqime dhe për stabilitetin ekonomik të vendit. Por niveli i investimeve ishte tepër i ulët. Ndaj qeveria saj kohe vendosi të ndërhyjë drejt për drejt, duke bërë financuesi dhe garantuesi kryesor i transformimit bujqësor. Në periudhën 46-48 u ngritën mekanizma të veçantë për mbështetjen e kooperativave bujqësore.
të cilat përbënin format e para të bashkëpunimit në prodhim. Sipas të dhënave arkivore, vetëm në këto 3 vite, shteti u dha kooperativave 12.4 milion lekë kredi bankare, ose rreth 1/4, 26% të gjithë kredive bujqësore të dhëna në nivel kombëtar. Kjo ishte një shifër e konsiderueshme për një ekonominë që po dilte nga periudha e luftës dhe mungesave strukturore. Kredit jepeshin me kushte të buta. Interesi vjetor ishte vetëm 1.5%, shumë më i ulët se për huamarrësit privat në bujqësi, të cilët përballeshin me norma më të larta interesi. Buku rritet Panxhari dhe në fushat e kooperativës bujqësore të Rëmbecit. Për të ndihmuar kooperativistëve, ka ardhur sekretarja Komitetit të Partisë për Korçën, Katina Stari. Drejtuesit e rrethit janë miq të shpeshtë të fshatarëve. Në shembullin e sukseseve të kooperativave bujqësore, fshatarët tanë binden se rruga e jetës së pasur dhe të kulturuar është rruga e punës së bashkuar kooperativiste, është bujqësia në baza të reja shkencore. Objektivi ishte i qartë, nxitja e bashkëpunimit bujqësor dhe krijimi një baze financiare që do të mundsonte kooperativave të blinin mjete pune, fara të përzgjedhura dhe pajisje elementare mekanike. Përveç kredive, politikat bujqësore të viteve 46-48 përfshinin një sër ndërhyrje subvencionuese. Shteti u përpoq të lehtësonte barrën fiskale të prodhuesve rural, duke ofruar lehtësime tatimore për kooperativat dhe ulje të normave të taksave mbi produktet e tyre, në krahasim me fermat individuale. Kjo diferencë fiskale synonte të krijonte kushte më të favorshme për zhvillimin e prodhimit kolektiv dhe për ta bërë bashkëpunimin ekonomik më tërheqës për fshatarët. Një element tjetër i rëndësishëm ishte furnizimi falas ose me kosto të subvencionuar i farave dhe plerave kimik. Vetëm në periudhën 45-48 u shpërnda 20.964 ton fara dhe 8.289 ton plera kimik, kryesisht për zonat me tokë pjellore dhe për kooperativa që kishin treguar rezultate të mira në rendiment. Këto ndihma teknike dhe materiale kishin ndikim të drejtpërdrejtë në përmirësimin e cilësisë së tokës dhe në rritjen e prodhimit bujqësor. Bashkë me kredi dhe mbështetjen fiskale, ato përbënin një sistem të integruar ndërhyrjes që shënonte fillimin e një politike agronomike kombëtare, ku shteti luante rolin e katalizatorit të modernizimit rural. Në këtë periudhë u kryen gjithashtu kurse trajnimi për drejtuesit dhe specialistët e kooperativave. Këto kurse, disa mujore, disa të shkurtra, synonin përgatitjen e kuadrove në fusha si llogaritar bujqësor, administrimi i fermës, teknika e kultivimit dhe përdorimi i makinerive të para bujqësore që po futeshin në vend. Në vitin 1947, për shembull, mbajten trajnime 3 mujore për llogaritar dhe 15 ditore për brigadier në disa nga ndërmarrjet bujqësore të asaj kohe, si lufta e Vlorës apo Llakatundi. Këto ishin përpjekjet e para për të krijuar një infrastrukturë njerëzore të domosdoshme për funksionimin e ekonomisë rurale moderne. Mbështetja shtetërore u përqendruar dhe në infrastrukturën bazë të fshatit. Kooperativat përfitonin fonde për ndërtimin e magazinave, stallave, depove dhe objekteve të përbashkëta të punës. Vetëm në vitin 1948, sipas të dhënave arkivore u ndërtuan 41 stalla, 22 depo, 41 zyra dhe 14 hangar, po ashtu 56 ndërtesa shkollore, 28 qerdhe dhe 25 dyqane kooperativiste të shitblerjes. Ky rrjet i vogël i ndërtimeve rurale përbënte një hap të parë drejt urbanizimit të fshatit shqiptar dhe transformimit të tij nga një hapësirë bujqësore izoluar në një qendër prodhimi të organizuar. Në thelb, financimi shtetëror i viteve 46-48 nuk synonte vetëm përmirësimin e bilancit bujqësor, por krijimin e një ekonomie të qëndrueshme rurale, ku prodhimi të mos varej vetëm nga moti apo puna e dorës, por edhe nga planifikimi, bashkëpunimi dhe përdorimi i mjeteve moderne. Ky model solli një ndryshim kulturor në mënyrën e konceptimit të bujqësisë, nga aktiviteti thjesht jetese drejt një fushe të organizuar ekonomike. Në retrospektiv, ky financim i hershëm shtetëror mund të shihet si faza e parë e shtetformimit agrar modern shqiptar, një periudhë kur fshati filloi të lidhej me politikat publike, me institucionet bankare dhe me përpjekjet për një ekonomi kombëtare të integruar. Megjithatë, më vonë ky proces do të merrte drejtime më të centralizuara, ku periudha 1946-1948 mbetet shembulli më i qartë i një partneriteti të hershëm mes shtetit dhe prodhuesit rural, që synonte të siguronte bukën e përditshme të popullsisë dhe stabilitetin ekonomik të vendit. Vetëm 7 vjet ka që është krijuar kooperativa jonë dhe gati të gjitha punimet në të 625 hektarët e tokës që kemi i bëjmë me mjetet mekanizuara.
Me traktorët e markës sovjetike dhe të vendeve të tjera mike, puna për njeriu bëhet meli. Në fund të viteve 40, bujqësia shqiptare nisi të përjetonte një nga transformimet e saj të para teknike. Kooperativat bujqësore të krijuara fillimisht si forma bashkëpunimi në prodhim, u shndërruan gradualisht në qendra ku filloi të hyjë teknologjia par mekanike në fshat. Kjo ishte një periudhë eksperimentimi dhe ndërtimi, jo vetëm në aspektin prodhues, por edhe në organizimin e jetës rurale. Gjatë vitit 48, sipas dhënave zyrtare, kooperativat hapen 348 hektar tokë të reja, duke rritur sipërfaqen e punueshme dhe duke përfshirë toka të lëna më parë djerro apo të vështira për të punuar. Ky proces shënoi fillimin e bonifikimeve të para të organizuara të pas luftës, një hap i rëndësishëm për shtimin e prodhimit bujqësor kombëtar. Traktorët e parë u bën simboli i epokës së re, por edhe dëshmi e një përpjekje për të dalë nga varësia e mjeteve primitive. Për herë të parë puna bujqësore nisi të matej dhe planifikohej me objektiva konkrete për rendiment. Në shumë kooperativa u hartuan plane për përmirësimin e sistemit të ujitjes, për rotacionin e kulturave dhe për shfrytëzimin e tokës në mënyrë më të qëndrueshme. Në ndërmarrjen bujqësore Perelat Rexhepi organizohet një konsult me kultivonësit e duhanit. Ata vijnë këtu që të shohin shtretrit e nxehtë me xham që përdoren për prodhimin e fidaneve të hershëm. Në këto shtret që po ndërtohen gjithnjë më tepër në vendin tonë, sigurohet prodhimi me kohë i rasateve, gjë e cila bën që të merret 25 kg më tepër duhan për 2 lym. Ky proces u shoqërua me ngritjen e kurseve praktike për drejtuesit e brigadave dhe për operatorët e makinerive, që shpesh ishin vetë fshatar pa përvojë të mëparshme teknike. Në aspektin social, mekanizimi i parë solli dhe një lloj modernizimi psikologjik. Në fshat nisi të lindë ideja produktivitetit dhe menaxhimit të përbashkët të mjeteve. Për herë të parë, fjala kooperativ nuk lidhej vetëm me ndarjen e tokës, por me bashkimin e përpjekjeve për efikasitet. Edhe pse i kufizuar nëpër masa, ky proces la një trashëgimi të rëndësishme. Krijoi bazat për përqendrimin e kapitalit bujqësor dhe dijeve teknike në fshat, duke hapur rrugë modernizimit të mëvonshëm të bujqësisë shqiptare. Në fund të viteve 40, rrjeti i kooperativave bujqësore përbënte një realitet të ri ekonomik dhe shoqëror për fshatin shqiptar. Por kjo risi solli me vete dhe vështirësi organizative që në disa raste e kufizuan rezultatet e pritura. Një nga problemet më të shpeshta ishte mënyra ndarjes së të ardhurave. Në shumë kooperativa shpërndarja nuk bazohej mbi punën e kryer, por mbi sipërfaqen e tokës që secili kishte futur në bashkim. Kjo krijonte pabarazi mes anëtarëve, pasi ata që zotronin më shumë tokë përfitonin më tepër, edhe nëse kishin kontribuar më pak në punë. Në thelb, ky sistem ruante elementet e vjetra të ekonomisë individuale dhe pengonte krijimin e frymës së bashkëpunimit. Një tjetër vështirësi ishte mungesa minimumit të detyrueshëm të ditëve të punës për secilin anëtar. Në disa raste njerëzit hynin në kooperativë vetëm për përfitime materiale, por nuk kontribuonin rregullisht. Kjo çonte në vonesa, ulje produktiviteti dhe përplasje mes anëtarëve. Edhe administrata bujqësore përballej me vështirësi. Specialistët e fushës ishin të pak, ndërsa shumë prej drejtuesve të kooperativave nuk kishin përgatitje ekonomike apo teknike. Kjo solli probleme në planifikim, në llogaritje dhe ndarjen e burimeve. Në disa raste, për shkak të mungesës së përvojës, planet prodhuese hartoheshin me objektiva jo realist, pa marrë parasysh kushtet klimaterike apo kapacitetet reale të punës. Një tjetër problem ishte mungesa e koordinimit mes organeve lokale dhe atyre qendrore. Kooperativat shpesh mbeteshin pa mbështetje metodologjike dhe pa asistencë teknike, ndërkohë që burokracia vononte miratimin e fondeve dhe materialeve të nevojshme. Megjithatë, këto vështirësi janë të kuptueshme për një periudhë kur sistemi bujqësor po kalonte nga forma tradicionale drejt organizimit kolektiv. Shumë nga këto probleme u bën më vonë bazë për rishikimin e rregulloreve dhe për krijimin e strukturave të reja menaxhuese. Në aspektin social, kooperativat përballeshin me sfida të besimit. Jo të gjithë fshatarët e pranonin menjëherë idenë e bashkimit të pronës dhe punës. Në disa zona hyrja në kooperativ shihet si eksperiment, ndërsa dalja si rikthim në sigurinë e ekonomisë individuale. Kjo dinamikë e luhatshme ndikoi në stabilitetin e shumë kooperativave të para, ku lëvizja e anëtarëve ishte e shpeshtë. Në përmbledhje, problemet e para të kooperativave ishin pasqyrë përpjekjes për të gjetur ekuilibrin mes ideve të reja të organizimit dhe realitetit social dhe ekonomik të fshatit shqiptar të pasluftës. Në treg shkarkon zezavatet e frutat. Shitëset vendosin me kujdes mallin në vendet e caktura dhe presin si për ditë blerësit e shumët.
Në fund të viteve 40, bujqësia shqiptare ishte një sistem i dyfisht. Nga njëra anë qëndronin kooperativat bujqësore të ngritura me mbështetje shtetërore dhe që përfaqësonin formën e re të organizimit rural, e nga ana tjetër sektori privat mbetej ende forca dominuese e prodhimit ushqimor në vend. Sipas të dhënave zyrtare, në fund të vitit 48, sektori privat zotëronte 91.05% të sipërfaqes së punueshme dhe pothuajse të gjithë prodhimin bujqësor kombëtar. Kjo situatë pasqyronte realitetin e kohës. Pavarësisht nismave për bashkëpunim, ekonomia shqiptare ishte ende ndërtuar mbi bazën e fermave të vogla familjare. Në fakt, kooperativat ishin të pakta në numër, të përqendruara kryesisht në zona fushore, ndërsa pjesa dërmuese e fshatrave vijonte të funksiononte mbi logjikën e pronës private dhe vetë prodhimit. Në këtë fazë, qeveria pas luftës ndoqi një politikë të kujdesshme ndërmjetësimi. Nuk ishte një ndarje të menjëhershme me sektorit privat dhe atij kolektiv, e të dy bashkëtonin dhe plotësonin njëri tjetrin. Shteti përkrahte fshatarët e vegjël dhe të mesëm me kredi, plera kimik dhe farat e përzgjedhura, duke synuar rritjen e prodhimit dhe efekt furnizimin kombëtar. Në të njëjtën kohë, shteti filloi të ndërtonte një sistem fiskal të diferencuar. Prodhuesit e vegjël përfituan lehtësime tatimore, ndërsa shtresat e pasura tatoheshin me norma më të larta. Ky balancim i ngadalt mes nxitjes së prodhimit dhe kontrollit të përqendrimit të kapitalit rural ishte tipik për vende që po kalonin nga struktura tradicionale drejt një ekonomie më të organizuar. Në retrospektiv, vitet 1946-1950 përbëjnë fazën e kërkimit të modelit bujqësor shqiptar. Kjo ishte një periudhë tranzicioni ku sektori privat, pavarësisht kufizimeve, mbajti peshën e zhvillimit ekonomik dhe ushqimor të vendit, ndërsa shteti ndërtoi hap pas hapi strukturat e para të ndërhyrjes institucionale në fshat. Në këtë kuptim, bashkëtesa e dy sektorëve, privat dhe bashkëpunues, ishte një fazë domosdoshme për përgatitjen e reformave të mëvonshme. Në fund të kësaj periudhe, Shqipëria kishte për herë të parë një strukturë të dhënash bujqësore kombëtare, një sistem kredie dhe furnizimi me inpute bujqësore, një kuadër ligjor për bashkëpunim në prodhim dhe mbi të gjitha një eksperiencë konkrete në menaxhimin e prodhimit rural. Kjo përvojë e hershme dhe pse shpesh me rezultate të pabarabarta, i dha formë përfundimtare një procesi që do të zgjaste për dekada, përpjekjes për të modernizuar fshatin shqiptar dhe për ta integruar atë në zhvillimin kombëtar. Vitet 46-50 përbëjnë periudhën më themeluese të bujqësisë shqiptare moderne. Ato shënuan kalimin nga një ekonomi e bazuar në pronësi të shpërndar, në mjete tradicionale dhe vetë konsum, drejt një përpjekje të organizuar për zhvillim, financim dhe bashkëpunim në prodhim. Në këtë periudhë testuan për herë të parë mekanizmat e ndërhyrjes shtetërore në sektorin rural, u ngritën strukturat e para të bashkëpunimit bujqësor dhe u hodhën bazat për një politikë kombëtare të ushqimit dhe prodhimit. Në mesin e viteve 60, Shqipëria hyri në fazën më të thellë të transformimit bujqësor të saj. Procesi që kishte nisur në mënyrë eksperimentale në fund të viteve 40 përfundoi në kolektivizimin e plotë të pronës bujqësore. Tokat, bagtit, mjetet e punës dhe pothuajse çdo pasuri prodhuese kaluan në pronësi të përbashkët të organizuar në dy forma: kooperativat bujqësore që përfshinin fshatarësinë dhe ferma shtetërore që përfaqësonin sektorin e administruar drejt për drejt nga shteti. Në letër, kjo përbënte një sistem unik prodhimi të koordinuar në nivel kombëtar. Në praktik, ai solli ndryshimet e thella në strukturën ekonomike, sociale dhe psikologjike të vendit. Familjet fshatare humbën pronësinë individuale mbi tokën, e cila u kthye në pasuri të përbashkët, ndërsa drejta e përdorimit përcaktohej nga planifikimi qendror. Puna organizuar në brigada, ku çdo antar kishte detyra, norma dhe llogaritë e përbashkëta. Në shumë raste, lidhja tradicionale e njeriut me tokën si trashëgimi, kujtesë dhe pasuri familjare u zëvendësua nga koncepti i pronës kolektive, ku përgjegjësia ishte përbashkët, por ndjenja e zotërimit u zbe.